Është një rangim shokues që nga Kosovën si vendin e fundit më së keqi në Ballkanin perëndimor dhe raporti rendit disa prej arsyeve kryesore duke përfshirë ligjin kontestues të Komisionit të Pavarur të Mediave, të cilin e kemi kundërshtuar që nga fillimi, por i cili ishte miratuar nga mazhoranca në korrik të vitit të kaluar, fushatat e vazhdueshme denigruese ndaj gazetarëve, sidomos me Tokfalshin e njohur që janë bashkëpunëtor të armikut. Vënia në pikpyetje dhe kontestimi i raportit dhe targetimi i kryetarit të AKK-s nga ana e deputetëve të VV-s është sinjali i qartë që VV-ja do të vazhdojë ushtrimin e presionit në media. Ajo që ka shohim ndërvite është rënje e standardit të medjave. Kur ky standard në rënje ballafaqohet me kundërpërgjigje si nga qytetarët, ashtu edhe nga institucionet që janë subjekte të raportimeve jo profesionale, ato cilësohen si sulme dhe kërcënime.